që është gazifikimi. Kjo është rruga jonë, të përdorim pasurinë që kemi me mençuri dhe përgjegjësi për ta siguruar furnizimin e qëndrueshëm me energji elektrike dhe njëkohësisht për ta mbrojtur mjedisin jetësor. E siguria nuk është vetëm mbrojtje dhe energji, siguria është edhe ujë. Një shtet i sigurt është një shtet që garanton ujë të pijes për qytetarët e tij, për bujqësinë e për industrinë. Në kuadër të sigurisë kombëtare, ne do të investojmë 400 milion euro për të ndërtuar 5 diga të reja. Këto 5 diga të reja do t'jenë në Kuqic, në Pollot, në Dragaqin, në Firaj dhe në Desivojc, e të cilat do të mbledhin dhe menaxhojnë burimet ujore. Përmes këtyre investimeve do të sigurojmë furnizim qëndrueshëm me ujë të pijes për gjithë qytetarët, do të rrisim potencialin për bujqësi intenzive dhe do të arrisim rezistencën tonë ndaj ndryshimeve klimatike. Shtylla e dytë, begatia. Siguria që kemi ndërtuar është themeli mbi të cilin po e rrisim begatin. Dhe begatia nuk është premtim, ajo është tashmë realitet i matshëm. Kur e morëm përgjegjësinë për ta udhëhequr vendin ton, bruto produkti vendor ishte rreth 7 miliard euro. Sot me punë të ndershme dhe politika drejta ka arritur në 11 miliard euro. Ndërka që projektojmë që vitin e ardhshëm bruto produkti vendor të arrijë 12 miliard euro. Për secilin vit të qeverisjes ja kemi shtuar nga 1 miliard euro ekonomisë së vendit tonë. Kjo rritje ekonomike nuk ka mbetur në statistika. Ajo është përkthyer drejt për drejt në rritje të pagave, të pensioneve dhe të mbështetjes për familjet. Ndërsa qeverisja jonë e mirë është garancia e vetme që ekonomia do të vazhdojë me rritjen, me trendin e njëjtë e bashkë me ekonominë të vazhdojnë të rriten edhe pagat, pensionet dhe mbështetja për familjet. Pikrisht duke u rritur ekonomia e vendit tonë, me neve në mandatin e ardhshëm, bruto produkti vendor për kokë banori do ta tejkaloj vlerën 10.000 euro. Paga minimale do të vazhdojë të rritet çdo vit, ashtu siç kemi bërë gjatë këtij mandati, kur pagën minimale që e gjetëm 130, përkatësisht 170 euro, në vitin e ardhshëm e sjellim në 500 euro dhe në 425 euro qysh me 1 janar 2026. Ky trefishim i pagës minimale është një ndryshim historik që e ka rritur dinjitetin e punëtorit. Edhe paga në sektorin publik gjatë mandatit ton kanë shënuar rritje mesatare prej 47% dhe kjo rritje do të vazhdojë edhe në mandatin që vjen në përputhje me rritjen e buxhetit dhe performancën ekonomike, duke ngritur pagën mesatare në sektorin publik mbi 1.000 euro në muaj. Ju e dini që pensionit i kemi gjetur 90 euro, dhe tashmë i kemi ngritur në 150 euro, pra për 2/3, duke e bërë vendin tonë shtetin e parë në rajon, ku asnjë i moshuar nuk jeton nën pragun e varfërisë prej 5 euro në ditë. Rritja e pensioneve do të vazhdojë bashkë me rritjen e buxhetit e veçanërisht me kompletimin e reformës pensionale.
Do të vazhdojmë rritjen e mbështetjes edhe për kategoritë e dalura nga lufta shqirimtare dhe përveç rritjes së beneficionit do të ndryshojmë ligjin dhe do të heqim edhe padrejtësinë që kushtozon përfitimin e beneficionit vetëm për veteranët që nuk punojnë. Shtesat për fëmijë i kemi gjetur 0 euro, që do të thotë se nuk i kemi gjetur fare. Sot ato janë 30 deri në 45 euro për çdo fëmijë. Ndërka që mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë shtesat për fëmijë. Pra, në mandatin e tanishëm nga 0 në 45 euro dhe në mandatin e ardhshëm nga 45 në 90 euro për fëmijë. E të dashur qytetar, me këtë rritje do të lëm prapa edhe disa vende të Bashkimit Evropian sa i përket shtesave për fëmijë. Edhe për nënat lehona kemi vepruar me përkushtim. Fillimisht i nisëm shtesat me 107 euro në muaj, pastaj i rritëm në 325.9 euro si vjet, ndërka që në fillim mandatit ardhshëm do t'i bëjmë 500 euro në muaj për 6 muaj, sepse aq do të bëhet edhe paga minimale në vendin tonë. Pra, 6 muaj nga 500 euro bëjnë 3.000 euro për secilën nën lehon të papun, përveç shtesave mujore për fëmijët që jipen në emër të nënës, përkatësisht në gjiro llogaritë të nënës. Kjo pra, të dashur të pranishëm, është politika jonë, familja në qendër të zhvillimit e të mirëqenjes. Begatia e shtuar për çdo familje nënkupton begati për ekonominë dhe për shtetin. Më shumë të ardhura do të thotë më shumë konsum, më shumë prodhim vendor dhe më shumë vende pune. Prandaj ne do të vëmë në dispozicion 1 miliard euro garanci sovrane, të cilat do të shërbejnë si hipotekë për të garantuar investimet private në fabrika dhe në prodhim. Kjo është mënyra se si i vëmë në funksion burimet tona natyrore dhe fuqinë tonë punëtore. Do të themelojmë bankën zhvillimore, projekt që tashmë është negociuar me bankën botërore në vlerë prej 50 milion eurosh për të mbështetur zhvillimin industrial dhe ndërmarrjet prodhuese. Trepçën do të rikthejmë në funksion të zhvillimit përmes investimeve të reja strategjike në bashkëpunim me një kompani me renome nga vendet mike, duke e kthyer atë në motor të ekonomisë sonë. Ekonomisë sonë do t'ja shtojmë edhe turizmin dimror si komponent të rëndësishme zhvillimi. Do t'investojmë 500 milion euro në projektin madhor të Brezovicës, si dhe në rezortin e ri të skijimit në Dugazhin në Bjesht të Rrugovës, duke i shndruar këto zona në destinacione të rëndësishme turistike, rajonale dhe evropiane. Në sport do të investojmë 250 milion euro për ndërtimin e 20 stadiumeve të futbollit në 18 komuna të Kosovës, anë e mban Republikës, për të siguruar infrastrukturën e nevojshme sportive
për të rit tonë dhe lojrat mesdhetare 2030. Të gjitha këto projekte infrastrukturore nuk janë thjesht pika në hartë apo shifra në buxhet, ato janë mjete që lidhin njerëzit me punën, prodhuesit me tregun dhe vendin tonë me të ardhmen. Duke përfunduar rrugët që kemi nisur dhe duke filluar projekte të reja strategjike, unozën e Prishtinës, autostradën Gjilan-Prizren, nga Banulla në Përshtime e në Qafë-Dulës dhe magjistralen e Dugagjinit, nga Istogu në Pej, në Deçan, në Gjakov e deri në Prizren, ne po ndërtojmë infrastrukturën që jep hov e kuptim zhvillimit ekonomik, që e shpërndon begatin në çdo rajon dhe që e bën shtetin funksional për çdo qytetar. Mirë po rrugët, stadiumet, digat, kapacitetet energjetike dhe investimet industriale janë vetëm mjete, vetëse mënyra. Ajo që ka rëndësi është qëllimi, synimi, një shtet që punon për qytetarin, një ekonomi që krijon vlerë dhe një shoqëri që ecën përpara pa lënë askënd prapa. Prandaj, të gjitha këto që përmenda nuk janë premtime të izoluara, janë pjesë e një plani të qartë, të strukturuar dhe të realizueshëm, të ndërtuar mbi përvojën e këtij mandati dhe mbi rezultatet që tashmë i kemi dëshmuar si qeveri e mbarë dhe e mirë. Të dashur qytetar, ky është vizioni ynë. Por përveç se vizioni yni, kjo është edhe ftesa jonë, është thirrja jonë që të ecim bashk me besim dhe vendosmëri drejt një të ardhme më të sigurt e më të begat. Sot para jush nuk vim me premtime për të harruar, por me zotime për të jetuar. Kjo qeveri nuk matet me fjalë të bukura, por me punë që lën gjurmë të thella. Para jush nuk sjellim një listë dëshirash, por një plan që njeh realitetin dhe avanson atë. Mandati që kërkojmë është mandat pune, drejtësie dhe dinjiteti për secilin, mandat sigurie dhe begatie për të gjithë. Andaj, më lejoni të nderuar pranishëm që në vijim të paraqes sa më detajisht zotimet tona për mandatin e ardhshëm. Për prodhimtarin dhe ndërmarrësin do të veprojmë përmes bankës zhvillimore, programi 1 miliard euro në prodhim dhe ndihmë bizneseve që do të mbështetet tek projekte strategjike dhe prioritare të industrisë, përfshirë atë kreative me financim të drejt për drejt të kompanive. E përveç kësaj, investitorët do të kenë mundësi të përfitojnë edhe nga skemat e subvencionimit të pagave. Bizneset, të cilët realizojnë investimet të reja, do të përfitojnë nga amortizimi i përshpejtuar. Kjo do të thotë që një pjesë më e madhe e vlerës së investimit amortizohet në vitet e para të prodhimit. Përqendrimi i amortizimit në fazën fillestare të investimit i zbret detyrimet tatimore në këto vite. Si rezultat, bizneset kanë më shumë mjete financiare në dispozicion kur kostot e prodhimit janë më të larta. Kjo mas e përmirëson likuiditetin në periudhën më të ndjeshme të investimit dhe e bën më të lehtë nisjen e tij. Për shembull, një biznes që investon në makineri të reja mund të paguaj më pak tatim në vitet e para dhe t'i përdor mjetet për paga, lënë të parë apo zgjerim të prodhimit. Sektori privat, bizneset do të jenë në fokus të qeverisjes sonë për herë. Të gjithë ju e keni parë qysh shtetit
ja kemi kthy terminalet doganore, ashtu që të mos ketë më kosto zhvotëse për tregtit jashtme. E në pranverë të vitit që vjen, të gjitha terminalet doganore do të jenë publike pra të shtetit. Nisim me njëherë. Nisim me njëherë me arkat fiskale digitale, duke hequr barrën e panevojshme për bizneset. Punën e mirë do të vazhdoj me sistemin e ri digital të faturës elektronike Business, i cili do të mundsoj mbikëqyrjen kohë reale të detyrimeve të TVSH-s, por edhe rimbursimin automatik e pa procedura të stërзgjatura. Më pak kontrole për bizneset e lehtësi për rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Gjithashtu, për ta mbështetur likuiditetin e bizneseve, mbledhjen e TVSH-s për mallrat që hyjnë kufi, do ta zhvendosim nga kufiri në brendi të vendit. Data e pagesës së detyrimit të TVSH-s do të zhvendoset në muajin pasues nga muaji kur lind detyrimi në kufi, ngjajshëm siç e kanë bizneset për TVSH-n e brendshme. Për veturat e importuara nga Shtetet e Bashkimit Evropian, do ta heqim taksën doganore prej 10%, gjë që do të mundsoj kosto më të lirë për qytetarët në blerjen e veturave. Ne kemi qenë e do të jemi qeveria që është angazhuar më shumti për programe e projekti inovacioni dhe për mbështetjen e sektorit të teknologjisë së informacionit. Këtë mandat do ta nisim valutën digjitale të Kosovës. Valuta digjitale e bazuar në blockchain e krijuar nga shteti do të përdoret për pagesa. Krijimi i valutës digjitale nxit inovacionin dhe ekosistemin e inovatorëve. Me këtë e vendosim Kosovën në qendër të zhvillimeve më të fundit teknologjike. E për kompanitë në fushën e teknologjisë së informacionit që po tregohen teje të suksesshme, nga ky sektor e kemi prafërsisht 6% të bruto produktit vendor dhe që po e rrisin punësimin me progresion geometrik, do ta ideojmë dhe ndërtojmë një tech tower, një kull të teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit, një tech kull si investim publik në qendër të kryeqytetit, se do të ofrojmë mbështetje për hapësira e objekte në qytetet kryesore. Do të largojmë të gjitha kufizimet për njohjen e shpenzimeve të trajnimeve si shpenzime të zbritshme.